Ja ku jemi përsëri. Drejt për drejt orat 9:05, hym tani pak edhe në temat tona të politikës dhe të aktualitetit. Flasim pak për votimin elektronik, një ëndër e gjithë neve, sepse natyrisht do të ishte shumë e thjeshtë, shumë e lehtë për të marrë dhe një rezultat sa më të shpejt. Por si do të procedohet gjatë këtyre zgjedhjeve të ardhshme? Kemi Armendin tani. Fjalin hapni kutit. Fiks, por që Armend në fakt një dëshirë e të gjithëve, edhe pse deri më tani është eksperimentuar në zona të caktuara, apo jo? Po, padyshim, fakt me gjithë përpjekjen që është kërkuar nga një pjesë e partive politike, vetëm njësia 10 në Tiranë dhe Vora do të kenë të mundur votimin elektronik, ashtu siç ka ndodhur edhe gjatë zgjedhjeve të 2021-shit, por edhe të zgjedhjeve të 2023-shit, megjithëse dëshira e qytetarëve ka qenë e madhe. Unë ndodhem aktualisht pranë prefekturës së Tiranës, aty ku është një prej njësive që po bën të mundur operatorët e KQZ duke dhënë informacion qytetarëve se si bëhet e mundur pjesa e votimit elektronik, dhe këtu jemi me një prej qytetarëve dhe një prej operatorëve që bëjnë të mundur shpjegimin se si funksionon. Ndjekim për pak dhe rikthehemi. Atëherë, fleta e parë do jenë deputetët që në rastin e fjalë të trajnimit, demonstrimi për praktik, janë kombëtarët e futbollit në botrorin e ardhshëm. Atëherë, nga 1 deri në 11 që janë nga Australia deri në Portugalia, mund të zgjidhni dikë, domethënë, një nga partitë ose një nga kombëtarët. Konfirmo votën. Tani mbas deputetëve ose kombëtarëve dalin lojtarët e kombëtarës caktuar. Unë shtimni dikë. Doni votën. Tani hapi fundit është siguria në qoftë se je sigurt për të parë, domethënë nëse je sigurt që ke votuar deputetin dhe partinë përkatëse, në qoftë se je mund të përfundoni votën dhe që të siguroni që vota juaj ka hyrë në kuti, e shikon këtu printeri e pret dhe kaq është procedura. Kaq e thjeshtë. Zonjë, më e thjeshtë me votimin elektronik apo me votimin tradicional? Me votimin elektronik, shumë e thjeshtë. Çfarë komoditeti ofron më shumë? Më mirë, nuk prishet kryton, shumë mirë, teknologjia ecën para. Ju ku do të votoni? Këtu kthej njësia 10. A ju përfshin votimin elektronik? Po. Keni votuar dhe me? Kemi votuar para 4 vjetësh kur votuar. Po. Dhe shumë herë më mirë. Shumë herë më mirë. Ka ndonjë problematikë apo ndonjë? Asnjë. Do i kuriozitet apo është shumë e sigurt. Dhe vota për qytetarën është shumë e sigurt. Shumë e sigurt. Falenderoj shumë. Suksese gjithëve. Ne do ta përsërisim edhe një herë për shkak edhe të pamjes vizuale se çfarë ndodh me aspektin e votës elektronike. Unë jam me Ardit Voglin, i cili është operator pranë KQZ-s. Ardit, pak më parë ne e shpjeguam, por ndoshta për ta pasur dhe ekranin diçka më të hapur. Pra, janë vendosur 11 kombëtare 11 kombëtare që në ditën e votës do jenë partitë dhe mbasi votohen partitë, e zëm se shtypëm Argjentinën. Mbas partive dalin deputetët e partisë përkatëse dhe zgjedhim të cilën deputet do votojmë, në këtë rast Mesin e Argjentinës. Printojmë votën, domethënë printohet këtu vetëm një pjesë, domethënë kë keni votuar. Janë të dyja një lloj. Në qoftë se vota juaj Argentina dhe Lionel Messi, por këtu janë dy opsione. Ndrysho zgjedhjen nëse dëshiron. Në qoftë se keni zgjedhur partinë ose deputetin gabim dhe doni ta ndryshoni, keni vetëm një mundësi, mund ta çojmë dhe mbrapa, po. Zgjedhja juaj u anullua, mund ta shohim edhe këtu që kur hyn fleta e tregon që fleta u anulluar, po. Dhe bëhet procesi nga fillimi. Vetëm një herë. Vetëm një herë. Okej, nëse hyn për Portugalia nuk ka asnjë lloj problemi. Jo, asnjë lloj problemi. Konfirmo votën dhe dalin lojtarët. Unë po votoj për Cristiano Ronaldo. Dhe printo. Po. Okej? Pra këtu nuk na jep më opsion që mund ta ndryshojmë votën apo jo. Pra ka vetëm një mundësi. Po, vetëm një mundësi ka, ja, shikoni edhe vetë që është bllokuar. Është bllokuar pjesa e. Po. Dhe tani vetëm një mundësi ka që mund printojmë votën dhe që të jemi më të sigurt afrohemi tek printeri dhe shikojmë printeri e pret dhe fut brenda në kuti. Pra kjo nuk merret. Jo, nuk preket. Pra vota nuk preket, bie direkt në. Jo, bie direkt në kuti. Si ka qenë pjesa e interesimit të qytetarëve? Pra ju keni ditë që është shumë. Çfarë thonë shumë? Çfarë kanë kuriozitet? Kurioziteti, domethënë si të votojmë. Ky është kurioziteti më i madh, domethënë, sepse më përpara nga që është votuar me fletë dhe laps, tani është për pjesën më të thyer, domethënë pjesën e tretë, moshën e tretë është më shumë kjo se pjesa rinia, domethënë e di pa e praktikuar, domethënë. Mosha e tretë ka më të thjeshtë për të votuar, shumica për tyre janë dhe përdorrues të aparatëve telefon, kështu që tani mbas se ne i mësojmë domethënë si të votojmë, nuk e kam më problem. Nuk para vin më.
ndjeni komoditet. Po, as pak, domethënë nuk vinë më. Thjesht e provoj një herë, domethënë e vizualizojnë dhe kaq. Nuk Në reagimet e tyre do të ishin më të kënaqur ose ka qytetarë dhe për te njësive 10, cilët thonë sa mirë do të ishte edhe për ne? ka pas. Sa i përket sigurisë së aparaturave që do të përdoren në njësinë 10 në Vorë, por dhe në përgjithësi për votimin elektronik. Çfarë sigurie përmban? Shumica kanë shqetësimin se mos vota e tyre u ndërhyet online, ja deformojnë apo Aparatura për EVN nuk është online, është më shumë ndodhet një modem brenda aparaturës dhe mbasi mbaren zgjedhjet futet USB-ja që merr të dhënat sa persona kanë votuar dhe domethënë i jep direkt çfarë deputeti dhe partia kanë votuar, domethënë. Dhe ndërkohë pastaj numërohen gjitha votat që bien nga Po, që të jenë më të sigurt. Pra mund të bëhet një baraspesh midis asaj të dhënave që ka USB-ja dhe kutisë votimit. Po, pjesa më e madhe kështu është. Për sa ditë do të qëndroni këtu që mund të kenë deri ditën e zgjedhjeve? Deri ditën e zgjedhjeve. Është një fushat që është përhapur dhe në Tiranë, në zona të ndryshme të Tiranës apo? Masivisht në zonën 10 dhe Vorë. Këto do të jenë dy pikat, dy zonat që do të trajnohet. Nga ana teknike ne i përmendëm pak, por nuk besoj se ka ndonjë vështirësi tjetër, pra çfarë parashikohet, domethënë, mund të ketë problematika apo diçka? Jo, asnjë problematikë. Mirë, ishte kjo një pasqyrim i thjeshtë dhe i shkurtër sa i përket gjithë votës, e cila do të bëhet në mënyrë elektronike. Ju kujtojmë që njësia 10 do të jenë votuesit më me fat dhe padyshim ata të Vorës për të pasur mundësinë që të kenë votën elektronike, edhe nga procesi diçka duket e thjeshtë, partitë janë me logo dhe me emrat e tyre përkatëse dhe mbas aplikimit të parë shfaqen edhe kandidatët, duke qenë se një pjesë e mirë e gjitha fletave të votimit do të jenë me listat gjysmë të hapura, ndonse një pjesë e tyre partive do të funksionojë dhe me listat e mbyllura duke mos i djegur, por një pjesë e partive politike kanë thënë se vota do të jetë vetëm për listën e hapur, kujtojnë këtu subjekte si Koalicioni Euro-Atlantik, Djathtas për Zhvillim, partia apo koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, pra janë disa subjekte të cilat do ta kenë të nevojshme votën e drejt për drejt për kandidatët në mënyrë që të jenë pjesë e parlamentit pas zgjedhjeve të vitit 2025-11 maj. Tani Armen, ti për kë kombëtare votove se nuk e kuptuar? Për Portugalin votove ti? Atëherë, Arditi votoi Argentinën dhe Mesin, unë votova për kundërshtar Portugalin dhe Cristiano Ronaldo. Ke bërë një gabim se jemi në balaspesh. Ke bërë një gabim se thjesht demonstrim unë vetë jam tifoz e Hollandës, po sa për demonstrim shpejt unë thjesht. Nuk kemi asgjë me faktin se me kë jeni tifoz, po më duket se ke bërë një gabim teknik atje, Armen, se ke votuar për subjekt tjetër dhe lojtar kandidat tjetër, Argentina dhe Ronaldo më duket ishin në të njëjtën listë apo ishin Portugalin kështë votuar, në rregull ishte. I gjithë ideja procesit ishte për të dhënë ideja e procesit është që nëse ti voton një herë, për shembull Argentinën dhe Lionel Mesin, dhe në një moment kujtohet votuesi që nuk është ky subjekti politik që mund të përfaqësoj, mund ta kthej mbrapa votën e tij dhe të shkojë tek Portugalia dhe tek Ronaldo. Pra mund ta korrigjoj gjithsesi. Pjesën pra jo Argentina dhe Ronaldo. Votimi elektronik do të shmang pikërisht jo, nuk të shfaqet, pra nuk të shfaqet. Dhe kjo është e mira e procesit të votimit elektronik, duke qenë se një pjesë mes kolonave mund të ngatrohen votuesit, pra midis kolonës parë dhe 11 mund të ndodhë që votohet e kolona e parë dhe votohet të kandidatit e kolona e dytë. Kështu që duke i bërë ndoshta një gabim teknik të padashur. Kurse pjesa e sistemit elektronik të shfaq vetëm emrat e kandidatëve të cilat të kombëtares që sapo zgjodhe. Kështu që nga ana procedurale është mjaft e thjeshtë dhe mjaft komode. Mirë, por ama dhe ta theksojmë që ky është i vetmi rast kur mund të deklarohet vota, siç deklarove ti për kombëtaren, sepse në rast normal nuk kemi dhe ne të drejtë të pyesim se për kë votove, kështu që gjithsesi. Mirë, Armen, shumë faleminderit, kuptuam më qartë se si do të funksionojë. Po, paket një pyetje të fundit të shkurtë, edhe këto do jenë padyshim me dhomat të sigurisë. Po, dhomat e sigurisë, domethënë nuk do ketë, domethënë mbrapa dhomat e sigurisë nuk do ketë asnjë reflektim, asnjë dritare, jo vetëm mur që mos dalin mbrapa.
që kaq është. Jo, e drejtë. Kaq është domosdoshmë procesi. Domosdoshmë çdo gjë është e sigurt, nuk do ketë fare asnjë lloj. nuk do votojmë në rrugë, e sigurt. Po, normal që jo. Faleminderit Armen. Edhe mbetemi këtu tek temi çështjet zgjedhore, mbetemi pak tek financimi i partive politike, sepse janë kthyer edhe në temë diskutimit pak të kohët e fundit, ëh. Kemi parë shifrat larta të cilat janë kthyer në diskutim, debat publik dhe që kanë marrë edhe për masa përtej Shqipërisë. Arestina Skënderi na ndihmon për të tilla tema me grafikët e saj, për sot kemi në studio. Ka ardhur më pranë për të na sjellë edhe zgjidhje. Mirëmëngjes Arestina. Por natyrisht duke krahasuar pak edhe me vitin 2021, duke qenë se kemi ato le të themi deklarimet e plota. Atëherë, nëse do të shkojmë në vitin 2021, në zgjedhjet e atëhershme, sa parti kanë marrë donacione në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe nëse mund të themi cili ishte numri total i këtyre donacioneve? Po, mund të themi që 9 parti kanë deklaruar se kanë marrë donacione në partitë të tyre, ndërkohë që numri i donatorëve ka qenë 393 për të gjitha partitë politike që janë përfshirë në zgjedhjet e 2021-shit. Ndërkohë që mund të themi sa i takon zgjedhjeve të 2021-shit, Partia Socialiste është ajo e cila ka deklaruar se ka marrë më shumë donacione, ndërkohë që është ndjekur nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe më pas nga Partia Demokratike. Dua të kujtoj këtu se sa kohë Partia Demokratike ka qenë kryetar, kandidat për kryeministër. Përse partia e Ilir Metës ka marrë më shumë se Partia Demokratike? Donacione. Shikoj, nuk ka një numër të kufizuar, përpos pjesës së shifrës deri në 10.000 euro, pra ligjet të lejon që ti të bësh donacione, nuk ka një numër të përkufizuar se sa donator do duhet të kesh një parti. Sa kanë shfaqur gatishmëritë. Sa dashamirësi ka disa persona që të kontribuojnë për partinë, sigurisht pjesa e integritetit dhe transparencës mbetet një nga çështjet më diskutuara sa i përket kur flasim për pjesën e donacioneve. Do duhet thënë që Partia Socialiste ka pasur 127 donator, Partia Demokratike ka pasur 58 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, sot Partia e Lirisë 108 donator për zgjedhjet e 2021-shit dhe gjitha këto i kanë deklaruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sepse kanë të detyruar që ta bëjnë këtë lloj deklarimi. Ndërkohë që sa i përket, siç e thash, pjesës së donacioneve, kemi donacione në lek, pra që derdhen në llogaritë bankare të këtyre partive apo që kalohen në mënyra të ndryshme, por gjithmonë sipas ligjit dhe të deklaruara, kemi edhe donacione në natyrë dhe këto donacione duhen deklaruar. Çfarë nën kupton donacione në natyrë? Po marr një rast ndjes fare konkret, ku shkojmë në një lokal dhe pronari i lokalit apo një dashamirës, një socialist apo një demokrat ofrohet që ta paguaj apo ta bëj ai, ta përfshi, ta paguaj ai gjithë atë takimin që bëhet në atë lokal dhe kjo quhet donacion në natyrë, por që edhe këto duhen deklaruar për shkak të edhe të transparencës, por edhe të parave që marrin partitë politike. Në fakt do duhet thënë që 70% e buxhetit nga po flasim për buxhetin e partive politike. 70% e buxhetit për partitë politike shkon sipas vendeve që ato kanë në kuvend. 20% i shkon atyre partive politike që kanë mbi 10.000 vota dhe vetëm 10% i shkon atyre partive që mund të kenë kaluar pra pragun e 1%-shit dhe me anë të atyre për llogaritjeve të sakta dhe konkrete që bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga buxheti i shtetit, më pas i kalojnë lek të gjithë partive politike që i shfrytëzojnë për fushat dhe jo vetëm. Ndërkohë që sa i përket shifrave, në 2021-shin, Partia Socialiste ka pasur rreth 17 milion lek donacione, Partia Demokratike rreth 2.552.000 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 8 milion euro. Pra këto janë shifrat për sa i përket pjesës së donacioneve. Pra nuk po flasim për pjesën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po, nuk po flasim për Komisionin Qendror i Zgjedhjeve që i kalon pjesën e paras që i takon. Thjesht para të dhuruara. 10 milion euro ka pasur Partia Socialiste. Po, janë të gjithë deklaruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është, siç e thash, është diçka që praktikohet në çdo zgjedhje, qofshin ato zgjedhjet qendrore apo qofshin ato edhe zgjedhjet vendore. Kështu që këto janë përkatësisht numrat dhe shifrat që kemi të bëjmë pikërisht me pjesën e donacioneve, pra do duhet ta theksojmë për pjesën e donacioneve dhe në të kundërt kemi edhe pjesën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i jep këtyre partive politike para nga taksat tona, do duhet ta theksojmë. Që aty pastaj ndahen si shtetime. Më pas ndahen sipas vendeve që kanë në parlament, sipas numrit të votave që kanë marrë apo nëse kanë kaluar. Problemi është që debatet të mëdha ngrihen për faktin kur donacionet jepen nga individ.
të caktuar për partitë politike? Jepen nga individ, sepse, shiko, akuzat më të mëdhaja të paktën kur flasim në botën politike apo edhe atë mediatike, akuzat më të mëdhaja është se vetë mbase kryetarit e partive apo personat që janë informal dhe nuk duar të dalin në skem, gjejnë personat të tjerë të cilët mund të marrin këto para dhe bëjnë donacione për partitë politike dhe automatikisht i ligjërojnë domethënë këto donacione, se kjo është, por janë legjitime, se kjo është më e rëndësishmja. Kjo është akuza kryesore që ngrihet. Por donacionet sigurisht që njihen. Ne kemi edhe pjesën e numrit të kuotave që çdo antar, qoftë i Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste apo partive të tjera që merr kuotën, merr atë kartën si antar i një partie, të duhet paguajnë dhe ato kuotën e tyre dhe këto janë një pjesë të parave që deklarohen po ashtu nga partitë politike në momentin që mblidhen. Pra dhe në fund fare janë të detyruar pra që ta bëjnë të gjithë deklarim financiar pranë institucioneve përkatëse. Zakonisht të donacione bëhen drejt partisë apo ka raste që bëhen edhe për kandidat të caktuar? Ka raste që bëhen për të dyja, pra edhe për partitë, edhe për kandidatin. Për shembull, unë dua të ndalem tek Partia Demokratike. Ka marrë disa emra nga të gjitha partitë në fakt që më janë dukur më interesante temi, po edhe të barazvlefshëm sigurisht. Nga Partia Demokratike për Edmund Spahën, deputetin, 3 donatorë kishin hedhur para për kandidat, pra për para donacion për kandidat, si për Edmund Spahën. Individ për individ? Individ për individ, pra jo për partinë. Sigurisht pjesa më e madhe hedhin për partinë, por ato që kanë dëshirë ta hedhin për kandidatin, kemi rastin konkret ku 3 donatorë dashamirës kanë hedhur para për Edmund Spahën. Të thash 10.000 euro është maksimale që ta lejon ligji. Pastaj vjen në 7.000 euro, 5.000 euro, 8.000 euro në bazë të mundësive financiare që kanë. Ndërkohë që një tjetër element shumë i rëndësishëm ishte dhe kandidatja për deputete që nuk arriti të bëhej deputete, Anduela Shefalia, dhe kjo ka qenë një nga kandidatët në fakt që kishte hedhur më shumë para për veten e saj, pra vetë kandidati për veten e saj, për kandidat ka bërë donacione, sigurisht edhe për partinë, po nuk arriti dot t'ia dilte. Ndërkohë që kemi Josefina Topadhin, në 2021 sigurisht ka pas partinë e saj, le të themi garonte edhe kundër PD-s asaj kohe, sepse në opozit ishte, sot është në lista të sigurta Partisë Demokratike si deputete, ndërkohë që asaj kohe hidhte lek për partinë e saj që të fitonte jo vetëm kundër socialistëve, por edhe kundër demokratëve. Pra, si janë rikthyer situatat politike. Ndërkohë që për partinë socialiste, kam vënë re Aulona, është Erion Malaj, kandidati për deputet, i cili është në listë sigurt në Tiranë, edhe ky është djali ambasadorit në Kosovë, që ne kemi pra ambasadorë Shqipërisë atje. Ky në vitin 2021 ka hedhur para për Partinë Socialiste, ishte një emër që mua më ra në sy për shkak edhe të listave që kemi diskutuar kohëve të fundit, dhe sot me sa duket ju shpërblyve ky donacion dhe është kandidat për deputet dhe në listë të sigurt pra që do të dali. Ndërkohë që për Lëvizjen Socialiste për Integrim, partia që të sjell më shumë surpriza, sot Partia e Lirisë, Monika Kryemadhi ka qenë një nga ato donatorët më të mëdha që ka hedhur para. Vojo Bregu po ashtu një tjetër person i cili ka hedhur para për LSI-n, ndërkohë që Agron Shela, i cili sigurisht ka dalë nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim të Partisë Demokratike në 2021, kaloi me Partinë Socialiste, asaj kohe hidhte para për LSI-n, vend të donacione që kjo parti të vinte në pushtet. Ndërkohë që kemi edhe Vangjel Tavon, është një emër i njohur tani më i socialistëve, i cili drejton Bashkimin e Marrës në siglën e Partisë Socialiste, asaj kohe ishte mbështetës e LSI-s dhe hidhte para pikërisht për këtë parti që kjo e fundit nga opozita në bashkëpunim, jo në koalicion para prak me Partinë Demokratike, por në bashkëpunim me Partinë Demokratike, kërkonin që të vinin në pushtet. Asaj kohe ka qenë Monika Kryemadhi, kryetare e kësaj partie. Edhe kështu këto janë emrat të themi kryesor që përfliten të paktën mua më ranë në sy duke i lidhur edhe me skemën aktuale politike që kanë bërë donacione. Sigurisht shumica kanë qenë për partinë, shumicat kanë qenë donacione në para, pra jo në natyrë dhe kështu si të shquhen. Kemi të bëjmë me shkelje në këtë drejtim pra të donacioneve të dhënë për partitë politike? Me shkelje kemi të bëjmë kur nuk deklarohen. Pra, para që nuk deklarohen nga partitë politike. Me shkelje kemi të bëjmë kur donacione e kalon shifrën e përcaktuar sipas ligjit që është jo më shumë se 10.000 euro. Pra, këto janë 2 shkeljet që mund të ketë. Më pas, shkelje mund të ketë edhe në rastet denoncime që mund të kemi për një person që dikush mund ta njohë dhe di që nuk ka mundësi të jap ato para, por me anë të disa parave që mund të ketë marrë nga të tjerët i
hedh. Pra kemi ditë 3 raste të cilët do duhet të shohim nëse këtë vit do të ketë një vëmendje më të shtuar nga SPAK-u, siç e pam edhe në rastin e kontratës së lobimit të Partisë Demokratike, që menjëherë nisi verifikim, jo hetim, sepse Adyshi e ka thënë si verifikim ka qenë saktë, por shumica e mediave i jepnin si hetim. Fakt është verifikim, do të mbledhet dhëna dhe do të shohin nëse ka element apo jo. Dhe ndërkohë në KQZ nuk ka patur ende një konfirmim nëse ka një njoftim nga Partia Demokratike. Nuk ka pasur ende sepse ata ende nuk kanë mbaruar afati që ti dorëzojnë janë në proces. Edhe vetë zoti Celibashi e tha që jemi akoma në afat dhe mund do t'i sjellin kur të mbaroj, por nuk ka ndonjë detyrim që menjëherë sapo ta bëj ta dërgoj pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në fund fare do ta shohim nëse do ta drejtojë. Arisina ka një gjë, tani këta kandidat për deputet që u shkojnë kaq shumë donacione, pra që fifin kaq shumë donacione, automatikisht janë dhe të suksesshëm në zgjedhje, pra marrin edhe vota më shumë, pra justifikohet gjithë ky donacion që bëhet për individ, për kandidat për deputet dhe përkthehet në vota pastaj? Po, për shembull, kishim rastin e kësaj kandidates për deputete Anduela Shefalie, që sado lekë dhe para kishte hedhur, nuk kishte arritur dot që të bëhej deputete. Më kupton? Por ka edhe raste ku është zoti Edmund Spaund ose një figurë e vjetër e Partisë Demokratike, në terren të paktën edhe kolegët e tyre akuzojnë që nuk ka punuar aq sa ç'duhet, shohim që është rasti suksesshëm në moment që ka donacione, të sigurisht i përdor ato për të bërë fushatë elektorale, por edhe vetë partitë, sidomos partitë të mëdha kanë shumë para për të bërë, siç e pam vetëm nga donacionet. Imagjino, domethënë në momentin që i shkon edhe fondi i KQZ-s që sigurisht arrin shifra në miliona euro. Më kupton? Ka edhe partia mundësi që të bëjë, sigurisht kjo shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjitha qarqet, por në ato qarqe ku ka më shumë mandate, siç është rasti i Tiranës, normalisht do hidhen akoma edhe më shumë para. Në qarqet ku është rasti i Gjirokastës, ku PD-ja di që nxjerr vetëm një mandat, për shembull, një deri maksimumi 2 nuk ka, domethënë pse të hedhja aq para, më kupton? Gjithçka është për llogaritur. Për shkelje që është bërë në drejtim të donacionit parave, pra në momentin që flasim? Deri më tani jo, deri më tani ka pasur akuza për ndikim të grupeve kriminale në lista, për shembull siç ishte rasti i Elbasanit, ku zoti Berisha deklaroi se një kandidate për deputet atje në listë hapur është automatikisht vendosja apo le të themi ndikimi plot i grupeve kriminale të Elbasanit. Dhe kjo nuk kupton që sigurisht këto grupe kriminale hedhin para në fushat, paktën siç e deklaron zoti Berisha. Sigurisht ka akuza për grupe informale që ndikojnë, por akuza më të mëdha bëhen më shumë për përdorimin e administratës se sa për donacione, se donacione deri në 10.000 nuk kanë ku të shkojnë më tepër. Pastaj kemi rastin e opozitës me këtë kontratën e lobimit, 6 milionë euro, domethënë një shifër që është pak e çuditshme, është më e madhe duhet të thënë që është për lobim. Që të mos komentohet në media kjo kontratë, Aristina? Po, është e vërtetë, është një urdhër nga zoti Berisha. Në fakt ai ka theksuar se ne kemi dhënë gjitha shpjegimet sa i takon kësaj kontrate, por sigurisht gjithçka do ta japim nëse institucionet organet hetuese do të na kërkojnë llogari. Por deri më tani mos të dalim në media sipas zotit Berisha dhe të jepnin le të themi pik apo fuqi të gjithë atyre akuzave që mund t'i bëjë kryeministri Rama lidhur me këtë kontratë e cila u publikua disa ditë më parë. Paktën ky ka qenë urdhër, por ka qenë zoti Leska i cili e ka thyer në fakt këtë urdhër dhe ka bërë një status në rrjetet sociale, për deklaruar që nëse kjo kontratë është e ligjëruar, bëhet nga dashamirës në Amerikë, nga biznesmen atje dhe gjithçka ka edhe një garantor, nuk ka pse të ketë një... SPAK-u ka nisur hetim për këto para? Ka nisur verifikim për të mbledhur informacione në rast se do të ketë, apo jo situata apo nxitje për të parë më pas edhe pjesën e hetimit për firmën e zotit Noka, sepse është ai që ka hedhur firmën, sigurisht për rastin e garantorit, për krijimin e fondacionit që kishte mbledhur parat, që të paktën në akuzat e socialistëve siç thuhet është formuar vetëm 7 ditë përpara se të hidheshin të gjitha këto parat, por gjithçka mbetet në akuza politike, domethënë asgjë nuk është vërtetuar sipas ligjit. Mbetet për të parë, lobimi është i ligjshëm, por ajo që kritikohet është pikërisht gjetja e parave një shumë kaq të madhe. Ja, natyrisht dhe që do ta diskutojmë me siguri në ditët në vijim. Por që zoti rikthehemi për shembull dhe zgjedhjeve vendore të 2023, cili ka qenë le të themi kandidati që ose individi politik më shumë që ka shpenzuar gjatë fushatës? Zgjedhjet për kryetar bashkie. Po, 2023. Ka qenë Belind Kolliçi, një nga kandidatët të cilët ka hartuar më shumë buxhet vetjak, gati
gati një 100.000 euro për fushatën elektorale në Tiranë. Ti thua vetjak, çfarë do të thotë? Vetjak do të thonë si kandidat, jo, si kandidat. Ka shpenzuar 100.000 euro. Që me siguri ka pasur donacione këto apo? Jo, sigurisht ka marrë edhe nga parat e partisë, po asaj kohë nga parat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse parat e Partisë Demokratike i kishte zoti Basha, sepse akoma nuk i kishte kaluar sigla. Se prandaj u bë gjithë ky debati i madh përveç pjesës së vulës historike, sigurisht janë edhe parat që do të duan për fushatë elektorale. 100.000 euro ka qenë pikërisht buxheti që ka harxuar zoti Belind Këlliçi, ish kandidat për kryetar bashkie, ka qenë përballë zotit Erion Veliaj, sigurisht ai ka qenë edhe fitoi, por tani më ndodhet në burg. Kemi edhe rastin e Arlind Qorit nga Lëvizja Bashkë dhe Roland Beko nga Partia Demokratike. Në fakt, Erion Velia, Roland Beko, Arlind Qori dhe këto kandidat pra që vinë nga parti të ndryshme, në ndryshim me Belind Këlliçin, nuk kanë përdorur kaq shumë para për buxhet vetjak, por kanë përdorur vetëm lekët e partisë, pra vetëm lekët që i ka ofruar partia dhe e kanë bërë në total fushatën. Pra, ky ka qenë base një mënyrë që këto kanë zgjedhur të veprojnë njëjtë, ndërkohë që zoti Belind Këlliçi ka zgjedhur që të ketë pikërisht këtë buxhet vetjak, akuza për cilën janë ngritur shumë nga Partia Socialiste për shkak se siç e thash asaj kohe Partia Demokratike nuk e kishte siglën dhe gjithçka ndjej pyetja se ku gjehen parat. Pra, ka qenë koalicioni Bashk Fitojmë i regjistruar nga Partia e Lirisë. Ndoshta duhet të pyesim dhe cili është, le të themi, kandidati më ekonomik, Arestina, ai që ndoshta s'ka shpenzuar as pak ose as pak. Janë këte nga zona Gjirokastrës, për të mbetur edhe në atë batutën që kursejnë shumë, por realisht kemi të bëjmë me bashkitë si Tepelena, Poliçani, Memalia, Hidropulli që kanë harxuar 0 lek për fushatë. 0 lek. Janë të paparë. Dhe rezultati janë Partia Socialiste fiton kodo, kjo dihet. Dhe mbase ja bëjnë më të lehtë ato populli atje fushatë, nuk duan kaq shumë të para. Kështu që këto kanë qenë ato bashki që realisht do më thënë mua më bëm përshtypje se si mund të harxhonin 0 para në zgjedhje kaq të rëndësishme siç janë edhe zgjedhjet vendore, pasi sigurisht pushteti lokal është një pikë më e fortë, qytetarisht akoma edhe më shumë pikë të tjera, sidomos për këtë lloj bashkisë janë fakt tradicionalisht votojnë majtas. Më kujtohet edhe zoti Lava herë pas here kur pyetet për paratë që financon partinë e tij, tregon një link të tipit GoFundMe ku qytetarë të ndryshëm mund të shkojnë atje dhe të hedhin para sado. Po, në fakt, e vërtet, ai thekson se ka hapur këtë linkun, janë gjithë emigrantët që hedhin para dhe mbështesin atë. Ajo çka vjet më shumë në pikpyetje dhe është kritikuar më shumë zoti Lape ka të bëjë pikërisht për takimet që ka bërë në diaspor. Shihen takime, domethënë, të mëdha, masive, të mbushura me qytetarë, sallat që realisht kushtojnë që nga qirat po të marrin dhe nuk po marrin pjesën e fonisë apo pjesën teknike që në media e dim se sa të kushtueshme janë, apo pjesën teknologjike që nga një LED wall mjaft i thjeshtë, domethënë gjithçka nis aty. Por edhe zoti Lape pas këtyre zgjedhjeve do duhet deklarojë të gjithë qofshin ato donacionet apo qoftë ky link se kush i ka dhënë parat, por gjithashtu edhe pjesën e fushatës elektorale. Ai në fakt ka marrë edhe një ndihmë nga Nisma Thuje, e cila edhe ajo ka pasur një buxhet fare të vogël për shkak të historikut në zgjedhjet e kaluara vendore dhe kjo e ka bërë që mbase të ketë një financim të vogël qofshin për zyrat, por vetëm zyrat, domethënë vetëm qiratë e zyrave në të gjithë Shqipërinë sigurisht janë të kushtueshme. Kjo do të jetë sfida për partitë e vogla, është sfidë financiare, sfidë deklarimi. Kemi edhe zotin Qori, i cili shpesh shankohet edhe ai për paratë që nuk kanë para, ndonse deklarojnë që për të bërë një fushatë mirë nuk duhen para, por ne dim shumë mirë që nga mikrofonët që ato duhet përdoren për të dëgjuar qytetarët janë të rëndësishëm, pasi ndodhemi në një epokë teknologjike që gjithçka duhet reklamuar dhe bërë marketing sociale. Partitë e vogla në këtë fushat, po shikojmë që janë ndoshta më pak të preferuar nga donatorët, pra donatorët shkojnë tek partitë e mëdha, Partia Demokratike, Partia Socialiste. Pasi të bëhen deklarimet, pasi këto linqe që hapën në GoFundMe, mbase aty do të kemi surprizë dhe mund të ketë një numër shumë të lartë donacione. Po donacionet, ata që bëjnë donacione për gjatë fushatës, Arestina, deklarohen, pra ne e dim se kush ka po themi financuar Partinë Demokratike apo Partinë Socialiste.
patjetër, siç këto të dhëna që unë solla janë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe sigurisht dihen të gjithë emrat se kush ka bërë donacione në siglën e Partisë Socialiste, dihet se kush ka bërë donacione në siglën e Partisë Demokratike apo në siglën e LSI-s. Pra janë përditur me emër dhe mbi emër, por edhe me shifrën përkatëse dhe për partinë apo për kandidatin. Pra gjithçka është deklaruar dhe mirë kontrolluar. Erstina, ndalemi pak edhe tek një çështje tjetër, duke qenë se her pas here mbulon në zhvillimin e Partinë Demokratike. Ka pasur ndonjë reagim për komentet e bëra nga Richard Grenell në lidhje me atë takim të munguar të zoti Rama me djalin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga zyra e shtypit? Në fakt, sigurisht kjo më shumë ka qenë e lidhur me portalin personale, le të themi, të zotit Lera, i cili sigurisht mba një post të rëndësishëm sa i përket pjesës të mediatike të Partisë Demokratike, siç e pam, kishte u shfrytëzua maksimalisht nga kundërshtarët. Po, u shfrytëzua maksimalisht nga ato, por siç e pam, reagoi Richard Grenell dhe bëri repost Donald Trump Jr. Pra ishte një gjë që ju dha rëndësi, s'para ka ndodhur, është hera e parë domethënë që ka ndodhur, është fshirë në fakt, është rimodeluar ai artikull, të paktën në mos gaboj Lela në intervistë të menjëhershme tha që e ka fshirë si postim dhe që ishte, si thua, një risjellje e një artikulli të bërë diku tjetër. Pra nuk është se ata ishin, le të themi, nuk ishte një lajm i tyre i prodhuar për tyre, po ishte kishin marrë diku dhe kishin nxjerrë portalit tonë, patjetër që ti ke përgjegjësi, s'mund t'ia vësh përgjegjësi kopimit të një lajmi që ti bën, se pastaj futemi në shkelje tjera ligjore, domethënë që ti nuk citon atë që e ka bërë këtë status, këtë shkrim. Por siç e thash, ishte një reagim që erdhi i menjëhershëm nga Donald Trump Jr. që bëri repost, pasi flitet në rang kryeministin, ne dim edhe pjesën e investimeve që ato do të bëjnë, pjesën e Sazanit, kështu që flitet për një investim miliona eurosh dhe nuk mundet që në një situatë të tillë, madje ato ja përmendën që ne dim që jeni në kohë fushate, por ju lutem tregoni kujdes dhe rikontrolloheni. Pra e din shumë mirë ato se çfarë ndikimi ka fushata në shtete kaq të vogla si Shqipëria, kështu që që jemi këtu, si po shkon fushata për partitë politike Palestina? Ndihet, le të themi, presioni që po shtohet dita ditës ndërsa i afrohemi zgjedhjeve, si do ta cilësoj këtë fushatë? Në fakt, unë do ta cilësoj si një fushatë të qetë, paktën në terren, nuk kemi pasur ndonjëherë përplasje që të themi mes kandidatëve, përveç rastit të zotit Mziu, që në fakt edhe ato i kanë mohuar të gjitha ato deklarata apo denoncime që mund të jetë bërë. Një fushatë e qetë, një fushatë në fakt me një gjuhë paksa denigruese, paksa diskriminuese dhe deri diku edhe, siç e thash, edhe diskriminuese me fjalë siç përdoren fjalët autik apo fjalë të tjera buf apo mi, pra nga të dyja palët flas, jo vetëm nga një palë, apo me rastin e fëmijëve ku zoti Rama i kërkonin fotot e tij nudo ndërkohë që fëmijët ishin 9-18 vjeç, pra më shumë ka pasur pjesën e gjuhës apo atyre edhe gallatave, siç kemi këtë rastin e Zishines në Fier, domethënë që gjatë gjithë kohës merr një pozicion tallës ndaj zotit Bardhi dhe të paktën duket se strategjia të paktën edhe Partisë Socialiste ka qenë pikërisht për të përdorur gjuhë që të tërheqë vëmendje ndaj popullit shqiptar, por gjithashtu edhe të denigrojë sa më shumë kundërshtarin. Ndërkohë që nga ana Partisë Demokratike ka qenë një fushatë më serioze, edhe në gjuhë zoti Berisha është treguar shumë herë më korrekt se sa kryeministri Rama, sigurisht kanë bërë akuzat e tyre që është më së normale që një fushatë politike të sulmos kundërshtarin, por jo me gjuhë fyese apo denigruese, siç kishim edhe rastin që gjysma e burrave shqiptar janë çyr. Se Krisi mund të ndihet keq këtu, por kështu e kemi komentuar ne kaq herë atë dhe edhe tema pak më jo, e kam fjalën që flet më shumë automatikisht i ofendohesh, domethënë akoma edhe më keq kur ti e thua në prezencë të disa grave dhe të gjitha qeshin, domethënë. Videot pafundme në rrjetet sociale të burrave mbase janë vërtet gjithë me origjinë librane ata që kanë postuar. Po, ka reaguar shumë. Pak merremi për këtë shprehje që kryeministri ka thënë, duke treguar edhe ato
zarfet, po këtë do thoja, që jam përgjigjur, domethënë që do të dënojmë me votë. Ky ka qenë inati që ka nxjerr, domethënë të paktën pjesa e burrave që janë ndjer, sepse deklarata u bën në Dibër dhe kjo ka qenë arsye pse ato janë rikthyer. Duket sikur dënimin do t'ja japin me votë dhe kanë përdorur zarfet e diasporës që me të vërtetë na the ashtu, po ja do ta shohësh këtë vota se për çfarë do të jetë. Dhe duket që edhe e ka si strategji kryeministri këtë që i drejtohet gjithmonë grave, duke thënë që ju jeni në mbrojtjen time. Pra e ka thënë shpesh të për fushat. Ti si mendon pse është kjo qasje e Ramës ndaj grave? Siç e thash, ai përdor këtë strategjin për të tërhequr sa më shumë vëmendje, por se ta thoshte që janë burrat ato të cilët janë krah zotit Rama, mbështesin më shumë zotin Rama, sigurisht do të ngrihen këto grupet feministe dhe do bënin namin, domethënë si thot kryeministri që janë burrat ato që tërheqin gratë, ndërkohë që ai e di shumë mirë se sa le të themi në thonjza vuajtje ka kaluar gruar shqiptare në mentalitetin apo edhe në fuqinë apo edhe në ndikimin që duhet etiketuar apo shigjetuar burrat nuk do të ketë atë lloj impakti apo revolte siç do të ishte nëse do të bënte të kundërtën për shkak. Po, në fakt kur ishte në Gjirokastër, kryeministri e pa që shpeshherë po përdorte këtë pjesën që gratë janë më mirë, ata janë mbështetësit më të mirë etj. Aty ishte një grup burrash që qëndronin mbi kaladë, domethënë që e shihnin dhe ai i pa dhe tha sigurisht edhe pjesa e burrave një pjesë e rëndësishme për Partinë Socialiste. Pra e zbuti pak gjuhën, pasi u duk mbase sigurisht ai kontrollon rrjetet sociale dhe ka parë që mund ta ketë tepruar paksa në lidhje me këtë çështje. Megjithatë ne vëmendjen i kemi të përqendruar qoftë tek Rama apo tek Berisha natyrisht. Po pjesët e tjera të partive reciproke, pra flasim për edhe kandidatët e tjerë për deputetë në Partinë Socialiste apo Demokratike. Janë duke punuar, janë në terren, pra çfarë lloj fushate janë duke bërë? Vin këto ditë e fundit. Është ai takimi kok më kok. Java e fundit apo 2 javë e fundit edhe sikur zben pak ta emrat. Ose zben ose shpërsohet. Dhe kjo dalja bërja publike e kësaj kontrate, e cila ishte bërë që në prill, kontratës lobimit Partisë Demokratike, sigurisht duhet të ketë një prapavijë nga pas, pasi del gati në 2 javëshin e fundit të fushatës elektorale. Patjetër, çdo gjë e mirëmenduar, kështu që kandidatët do duhet thënë që bëjnë këtë fushatën vetjake, personale, kanë ato video në rrjetet sociale, por shpeshherë edhe gabojnë, bëjnë gafa, siç ishte rasti e Dona Bilali, domethënë që vinte një pensionist nga shtrati i Smurit që të shkonte dhe të bënte deputete Dona Bilalin, pra paksa e tepërt në një kohë kur pensionistët kanë protestuar për pensionet, kanë protestuar për rritjen e çmimeve të ushqimeve që nuk i përballojnë dot, ti bën këtë fushatë. Kanë bërë atë klip Palestina se minimalisht do e mendosh 2 herë. Paktën ja vlen apo s'ja vlen ta bëj janë nisur nga humori shkodran. Janë nisur nga humori shkodran dhe humori shkodran është shumë i hidhur. Realisht do të thënë ky ishte më i hidhur se çdo. Ka menduar që do godasi. Po kemi edhe rastin e Ziqinët Saushit, kandidati për deputete që nuk e di nëse do ta kemi në parlament, por nëse do e kemi, do kemi sinkrone pafund të tilla. Dhe rasti i saj, domethënë arrin deri gati në denigruese e cilëson zotin Bardhi si balerin, pra nuk arrin deri në gjuhë denigruese. A mund ta di çka me zotin Bardhi pra si historiku? Ajo si kandidate nuk është se ka ndonjë, le të themi, investim në atë zonë për pjesën e politikës, pra si figurë politike. Dhe është kapur pas zotit Bardhi, që sigurisht ka pasur këtë historinë, njëherë ka kaluar nga zoti Basha, njëherë nga zoti Berisha, pra tani është i sfumuar për shkak se dikur e akuzonte zotin Berisha, sot është në urdhrat, në thonjza në urdhrat e tij. Është edhe një farë histori e sforcuar. Po, një farë histori e sforcuar për t'u kapur pas dikujt dhe për të marrë këtë shikueshmëri, sepse nëse nuk do bënte këtë as do ta njihnim domethënë. Po, kjo është mesele. Nëse e shihje kryeministrin dje, ishte shumë i kënaqur nga mund ta dalloja nga mimikat. Po tani i kënaqur ai është u shkri së qeshur, domethënë nga gallata që ajo bënte, por që sigurisht që për sulmet për kundërshtarët politika i pranon. Pra tani mund të themi që e kemi atë fushatën tradicionale që jemi mësuar dikur që kandidatët për deputet shkonin, zbrisnin në për qytete, në për fshatra të largë, trokasin në përderë, shpërndajnë ato fletushkat e tyre, gjërat se natyra, apo kjo bëhet vetëm në rrjetet sociale tani? Kjo, po prap, domethënë në momentin që kudo që ato shkojnë është një kamer.
Kjo është kushti kryesor. Po dhe duhet nxjerrë në Facebook, kjo nuk diskutohet. Dhe kjo nuk diskutohet. Prandaj që gjithçka përgatitet për të bërë share dhe marketing në rrjetet sociale. Ka nga ato kandidatë, në fakt duhet të thënë që lista e hapur ka bërë që një pjesë e mirë e kandidatëve bëjnë një fushat ndryshe. Të angazhohen akoma dhe më shumë. Të shikojmë se sa mbështetje kanë ato në elektorat. Kush është elektorati i tyre, kush janë zonat e tyre. Pasi e dim që në Tiranë, domethënë, siç është zonja Tabaku, zoti Ilir Ali Mehmeti, pra që bëjnë një fushat, po takojnë çdo ditë kanë fushatën më intensive në krahasim ato që janë listë mbyllur. Ne kemi harruar fare kush është në listë mbyllur. Por ata janë më pak të klikuarit, Arestina. Në rrjetet sociale më të klikuarat janë video me kalime shtigjesh, me futboll, calceto, Basha që po përgatitet për kampionatin evropian të bilardos. Po, sigurisht këto janë të mirë menduar nga strategjitë politike të fushatës që ato kanë dhe tërheqin akoma edhe më shumë vëmendje, por në fakt kanë frikë se do përfundojnë me kandidatë që do kenë më shumë video në Facebook se sa vota në kutitë e votimit. Kjo është ndjesia që tjetër. Sa kanë vetur? Kanë vetur edhe pak ditë. Kanë ngelur edhe pak, sot është 30, po edhe 10 ditë, 10 po themi se 11-a. Shumë faleminderit Arestina për analizën tënde politike. Ne takohemi javën e ardhshme dhe në këtë mënyrë kemi ardhur edhe në fund të programit për sot. Duhet i lëmë hapësirën kolegëve me zhvillimet më të fundit vjen A2 sot. Shihemi nesër në orën 7 ditë mbar.